numërohet rreth 100 hektar që janë të reja të kultivimit të mjedrës. Në total kemi 1300 hektar me mjedër, edhe shpresojmë që kjo shifër nga vitin e vetë rritet. Më po vjen mirë që cek edhe këtë pjesën e instalimit të sistemit ujitjes me spërkatje është një diçka e re për krejt publikun edhe që kam e ndëgju këtë intervistë. Viti 2024 ka qenë veti suksesshëm. Megjithatë ndikimet e ndryshimeve klimatike kanë dhënë një efekt negativ sa i përket prodhimit dhe kanë ndiku drejt për së drejti edhe në rendiment dhe cilësinë e produkteve. Megjithatë fermerët nuk janë shkëmbyer. Numërohet rreth 100 hektar që janë të reja të kultivimit të mjedrës. Në total kemi 1300 hektar me mjedër, edhe shpresojmë që kjo shifër nga vitin e vetë rritet. Kemi organizuar aktivitete të ndryshme, të fillu prej përmirësimit e infrastrukturës kompanive, fal edhe projektit dhe mbështetjes programit e reja, i cili implementohet nga Caritasi Zvicran dhe financohet nga Bashkëpunimi Austriak për zhvillim. 3 kompani tona kanë përmirësuar infrastrukturën e tyre. Kryesisht kanë bërë investime në sistemet e ujitjes, në depo, në sistemet e tjera të fertigimit apo të vlerimet artificial e të tjera. Gjithashtu ne kemi organizuar aktivitete tjera, përfshirë edhe ditën fushore, që kemi realizuar në Podujevë. Më shumë se 100 fermerë kanë qenë pjesëmarrës në këtë ditë fushore. Kemi organizuar konferencën e 9 të mjedrës, që për neve është një prej konferenca ndoshta më të rëndësishme jo vetëm në Kosovë, por edhe në krejt Ballkanin. 300 pjesëmarrës kanë qenë prezent. Këtë vete kemi fokusuar kryesisht në ndryshimet klimatike dhe metodat e adaptimit ndaj këtyre ndryshimeve klimatike. Kemi pas ekspertizë italiane, nga Holanda dhe nga Gjermania, po ashtu edhe ekspertizë vendore, të cilët kanë prezantuar teknika të reja të kultivimit. Në bazën e ndryshimeve klimatike ne kemi realizuar edhe disa broshura që janë këtu edhe prezent. Kemi realizuar manualet për menaxhimin e integruar të dëmtuesve për sektorin e Boronicës, mjedrës dhe drecës, me 2 profesor universitar, po ashtu edhe vetë drejtori i shoqatës zotëri Kujtim Lepaja. Sa i përket qëllimit tonë që me kriju një sistem të qëndrueshëm të prodhimit, kemi realizuar edhe implementim të standardeve të sigurisë. 5 fermerë në grup janë certifikuar për Global Gap, edhe kemi realizuar edhe një sistem pilot, një pilot projekt, ku kemi implementuar një sistem për ujitje me spërkatje. Ky pilot projekt është realizuar në pjesën e 2 të vitit, prandaj rezultatet akoma nuk i kemi marrë, mirë po shpresojmë edhe planifikojmë që rreth 30% ka me pas rritje të prodhimit në ato plantacione ku është vendosur ky sistem. Qëllimi ka qenë me kriju menaxhim të qëndrueshëm të burimeve ujore edhe reduktimin e kosteve operative. Kemi realizuar edhe një aktivitet që për neve ka qenë shumë i rëndësishëm, promovimi i contract farming, promovimin e tek fermerët, realizimi i kontratat, edhe kemi përmes një eksperti kemi realizuar një raport, ku më pas e kemi shpërndarë te fermerët e tona tek njerëzit të cilët kanë qenë të interesuar për dobit cilat sjell kontraktimi tek fermerët. Kemi realizuar aktivitete të tjera, gjithsej gjatë vitit 2024 kemi mbi 400 persona që kanë marrë pjesë në aktivitetet tona, edhe shpresojmë që ky sukses të vazhdon edhe në vitet e ardhshme. Mos të harrojmë përmend që përmes Ministrisë së Bujqësisë ne kemi realizuar edhe pjesëmarrje në Panajira. Për shembull, këtë vit kemi marrë pjesë me Shtander, kompani tona në Panajirin Agrokost. Edhe përmes projektit të reja kemi realizuar për herë të parë vizitën e 8 kompanive tona në Fruit Attraction në një panajir që realizohet në Spanjë. Për herë të parë Kosova ka marrë pjesë këtë vit atje. Edhe në Spanjë. Edhe në Spanjë, po. Mbrojnë edhe në Spanjë. Po, për herë të parë Kosova në fakt ka pas mundësi me vizitu për shkak edhe të vizave dhe mbështetjes financiare, mirë po vitin e kaluar ka qenë e realizueshme.